Top Albania Radio, she's on air. Përshëndetje! Hej, dëgjues të Top Albania Radio, jemi këtu në Shizoner me vajzat tona të mrekullueshme në kanalin 10 në digital dhe në frekuencat 100 FM të Top Albania Radios. Ne sot do ta nisim këtë të njëjtës, që pa ta thënë java do ikë shumë shpejt, ne jemi sërish këtu me vajzat tona të mrekullueshme, do ta nisim bisedën me një të ftuar shumë energjike, që në çdo temë diskutimi ka përgjigjen gati. Ajo është Gjeneta. Mirë se vjen. Mirë se ju gjeta. Qenë ka një energji shumë e mirë. Patjetër, edhe ti na e përcolle këtë energji edhe ne nisëm fuqishëm sot. Po nuk kisha mujt me ju përcoll veç vetë nëse edhe ju s'më kishte jap. Review-t e para janë pozitive, kjo ka rëndësi. Po ju uroj, për ndryshe më falina, ju uroj sukseset edhe ju pafsha sa më lart. Faleminderit. Shizon Topi është një program që hap dyert, edhe normal është nëse ju dini me shfrytzu, ja ku jeni ju sot, ja ku jam unë sot. Vërtet. Po unë do futesha direkt në këtë. Gjeneta si është të kishe, do me thënë si është Gjeneta 100% me kamera, po ta kishe një ditë tënden, jo brenda Big Brotherit se e kemi parë. Pa kamera. Jo, ne do të vinë në 24 orë, një ditë tipike e jotja dhe ne do të xhirojmë. Si është ajo ditë e jotja? Tani unë kam fillu një rutinë që gjithmonë e kam dashur, filloj kam pas shumë vështirë që zgjohem në ora 9 mëngjes. Bëj dushën që bojnë gjithë njerëzit, pi kafe mëngjes, ha mëngjesin, kam një macën shpejkakon që vdes për të, luaj pak me të, shoh ai ka gjitha gjërat në rregull dhe kaloj direkt në punë. Kështu që ose kam për të bërë ca video, ose pjesët e photoshootingeve punë, ose nëse nuk kam video, kam punë në lokal, në biznesin tim të ri që do e shfaqem pak më vonë. Kështu që është gjë që unë asnjëherë nuk e kam një ditë pushim, i kam gjithmonë rutinat e ditën e ka të organizuar. Ke të njëjtën rutinë apo ditët i ke të ndryshme në varësi dhe çfarë të vjen gjatë ditës? Pra, në qoftë se nuk është që kam photoshooting dhe video reklama ose xhirime që i kam për Shqipëri, e kam gjithmonë në lokal. Në qoftë se i kam në lokal, në sallon apo në sallon, në Shqipëri për Shqipëri. Sallon e quajmë. Se do fillonin pastaj të gjithë, do thonë ku e ka lokalin. Në sallon, jam me një bashkëpunëtore tjetër, kështu që shumicën e kohës tashmë e kaloj aty, po në qoftë se kam xhirime në Shqipëri, zgjom që herët mëngjes, nisem direkt për këtej, bëhem gati, kështu që po unë do doja me ditë më shumë se si ishe ti para 2 vitesh, para se të hyje në botën e ekranit, para se të ishe një personazh publik. Në qoftë se flasim për jetën në Kosovë, nuk është që kam pas punë në Kosovë, jam zgju herët, kam taku shoqet, kemi dalë për kafe për drek darkë nga mëngjesi deri në darkë, po në qoftë se flasim për jetën në Suedi, ka qenë ajo me rutinë si që kam Kosovë, që kam shku tek hoteli ku kam punu dhe jeta ka vazhdu njësoj. Po nëse është një ditë pushimi, është ajo ditë që unë kam qenë veç me najtë shtrit edhe me pas serie turke. Ti ke kanë gjithmonë shumë e thjeshtë si vajzë apo jo? Po. Se ke pas frikë punën as gjë. Asnjëherë, unë si kam thonë asnjëherë një punë si jo. Kam punu lloj pune të ndryshme, nuk kam tur pas me i përmend nga e para deri tek e fundit. Mendoj që secila punë më ka bëu mu për Gjenetën që jam sot dhe forcën që unë kam kriju mrenda. Veç gjëja më e rëndësishme është që ti të kesh besim tek vetja, nga një punë më e vogël mund të arrish tek një më e lartë. Po Gjeneta, ne të gjitha biem dakord që ti je një nga vajzat më bukuroshe dhe të komentuara të ekranit, por dua të dija të lodh fakti që je gjithmonë e kuruar dhe në formë. Tani kjo pjesë mu pak më bezdis në aspektin e mirë të fjalës, sepse unë jam një person që nuk kam qef me bo make-up, i kam qef ato rutinat e mëngjesit skincare që t'jep lëkura sa më e pastërt, po tani pi momentit që kam qenë pjesë e televizionit është ajo dita që ti duhet të dalësh me make-up, edhe pse unë në Kosovë kur dal në qendra tregtare ose në kafe rroll njerëzit që më shohin me make-up, sepse dal ashtu siç kam dalë gjithmonë. Të rinë sot sikur duan pak më shumë me arrit ato punët e thjeshta, duan lekun e madh, por që unë do doja që ti të jepje një mesazh. Ti çfarë punësh ke bë për shembull, punë më të thjeshta? Unë për shembull kam punu me të moshuarit në Suedi, kam punu në KFC, tek pjesa e makinave ku porositit, kam punu si kamariere në restorant, kam punu si menaxhere hoteli, kështu që kam lloj pune të ndryshme. Rroga jote e parë cila ka qenë? Çmime.
Ka qenë dikon nëse e di nuk është që janë çmimet e ulta, ka qenë dikon 1500. Okej. Gjeneta, çfarë ke humbur dhe çfarë ke fituar nga fama jote? Me kam humb njerëz që realisht ju kam besu shumë para se me qenë pjesë e televizionit, kurse me kam fitu pa mas, po jam personi që asnjëherë nuk gëzo me thëmë boll që tash, gjithmonë çona mëngjes ose kur jam në darkë vet, po veç mendoj se çka me bo tjetër, çka me mujt me punu, çka muj me bo pak ma mirë, çka muj me përmisu tek për shembull një pjesë e reklamës ose e foto ose e televizionit, çka muj me ushqy televizionin qoftë për të mirë, qoftë për të keq, se njerëzit e keq e morin ato që nëse thuti një deklaratë ose një gjë që realisht është e vërtetë për këtë që na jetojmë, njerëzit mundet me acaru veç pse ti e the. Ose veç pse nuk janë në jetën tane me mujt me bo qatë sen. Kështu që unë mendoj vazhdimisht të paktën të jepim mesazhe të mira për njerëzit që janë mirë në kokë edhe që i marrin për një. A ka patur një moment specifik që ti ke thënë boll, më nuk e dua gjithë këtë vëmendje? Po, bile ka qenë para pak dite, unë kur kam dal Gambigu, kam dal shumë e dobët. Kam hub dikun 15 kg. Edhe e kam pas shumë stres me u kthy në peshën që jam tani. Kam vujt shumë. Gjeneta, do ta prekim pak më vonë këtë pjesën, po për pjesën e famës po flasim. Vëmendja, që thua ore më lodhi. Do ta kesh hapësirën e nevojshme që të shprehesh për këtë pjesë patjetër. Ka qenë vetëm ajo pjesa që edhe nëse del me një darkë, me një shok që s'është fare pjesë e fytyrës publike, realisht e ka dikush një foto direkte. Edhe ja frajeri i ri Gjenetës, nëse të shef tu për qof. Unë realisht jam i person që si shoqet i përqaf kur takohemi, edhe nëse nxen dikom një paparaci pa ta bëni frajer është e pamundur. Kjo bezdis pak se ka qenë një kohë që vazhdimisht frajeri Gjenetës e ri, frajeri Gjenetës e ri, kjo kam thonë dikur. Gjeneta, ti para 2 vitesh, a e prisje, a ishte kjo një nga planet e tua ekrani, do ishte ti këtu, do me thënë, është kjo një surprizë për ty që ti sot? Është edhe surprizë për mu, nuk është që nuk e presja, është ideja që e kam mendu që do e bëj, doja dalë, se kam besu gjithë të vetja, po nuk është që e kam prit ka që shumë dashurinë edhe ka që shumë famën. Ti e ke nis nga Shizën Top, po? Po, tjetër. Tani do afrohet edhe sezoni Shizën Top. Ke ndonjë mesazh për gocat që duan të marrin pjesë në Shizën Top? Shizën Topi është një emision shumë i duhur pikërisht për gocat që dojnë me arriti diçka, se nuk do me thonë që se ti nuk shkon në finale dhe nëse ti nuk e fiton fitoren, ti me u dëshpëru. Unë jam ajo goca që jam përjashtu për një gjest jo të hershëm, si para ekranit, si brapa ekranit, po kam punu, nuk jam dal. Nëse ti ke mendimet edhe synimet e qarta, Shizën Topi është programi i dur ku ti mundesh me fillu, po nëse vetëm fillon që të shkon aty rrin një javë det edhe pasaj kur del prej Shizën Topi pret që ti ofertat për punë e gjithat djenë të gatshme, jo, nuk din asnjëherë gatshme, duhesh të punosh. Ndonjëherë, për shembull, unë në fillimet e para kam bërë reklam me një çmim edhe pak më tolt, po normalisht që e pret që dikur suksesi yt edhe ajo vëmendja i përkushtimi që ti bën për një reklam ose për një çfarë do lloj pune që ti bën, arrin dikur me një çmim që ti realisht e meriton për punën që bën. Se nuk është që ju e dini edhe vetë që të bësh dhe video, të bësh dhe foto nuk është aq lehtë, se nuk është që ti zgjohesh mëngjes edhe hajt për bëj një. Madje është shumë e lodhshme. Njerëzit mendojnë që jeta e një influencer, një personazh publik është ato nuk bën asgjë. Koha më e vështirë është ajo që ti kur ti do montosh video, është ajo pjesa kur ti je në Shizën Top, janë garat, janë pasarela që unë vdes akoma të mësoj të ecë si një balerinë. Unë madje doja të kthehesha pak pas në kohë. Gjeneta, çfarë kujton nga Shizën Topi jot? Që si harroj asnjëherë është ai momenti i parë kur jam fut në skenë, jam dridh komplet, domethënë nuk e di, nuk e harroj asnjëherë atë moment. E di që ju kam thonë pra pas ke nuk du të futem. Po prap është gjithmonë stafi që të bindë edhe që sillen shumë mirë. Është moment edhe pjesën e përjashtimit nuk është që jam di mirë. E di që gabova, po Patjetër që se harron atë. Jo, nuk e harroj. Po kisha dashur thjesht edhe më u thonë njerëzit që
ka shumë pak njerëz, unë për shembull gëzom kur i shoh njerëz që kanë një qetësi të papam, edhe nëse i prek në pika të dobta e menaxhojnë jashtë mirë. Unë për shembull kam ndryshuar tashmë. Nuk është që reagoj që kam reagu pak ma herët, po thjesht është për mu admiru. Ti me Big Brother ki ba një trajnim shumë të fortë, besoj për pjesën e durimit, kështu që... Po dhe pas Big Brother, sepse në Big Brother është ai pjesa që ti je prap në lojë. Është që ma shumë të ndihmon fokusi i lojës. Kurse ti ja është kur përballesh face to face me një person, e ki pak ma shtirë me menaxhu, po thjesht i mbylli veshët dhe vazhdoj. Edhe duke mbyllur veshët kur bëjmë një veshurdh kur i thon, kur flasin njerëzit pak më shumë. Sytë vesht. Ne do të kalojmë në një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi pas pak përsëri me Xhenetën.